që kishte plak, që kishte dhimbje në madhe se i kishte 3 vllazën të humbun, tha unë edhe baba na ndihmoi, tha një fshatar një plak me i hap 3 varre. Edhe unë më dha, tha, Zoti fuqi, i hapa unë e bashk 3 varre, edhe tha, u mundojsha të qëndroj që baba mos mi she lot në sy, ka po qaj për vllazët. Një rast për me tregu, mas 25 viteve, është me një foto atë, mas 25 viteve, kër e ku marrë rëfimin e Zejnepe, quhet ajo, është tash jashtë në Zvicër, e thiri këtë familjen, edhe tha, du me tregu një sekret që e ku mojtë më sheft 25 vjetë. Në momentin kur i kanë shtinë varrez masive, kryesisht Ashkalit me një 2-3 shqiptar që edhe ata i kanë paraqit që në Ashkali, i kanë varroz të vetët, thët një Ashkali më tha, oj motra Zeynep, du më të kallëzu diçka, po të lutem bënu e fort. Thët, derisa na thanë mi varroz trupat, une e posh që një vllai saj më i vogli sa meo, tha e kishte pas një zinxhir në qafë me plak. Tha unë ja hjeka zinxhirin, tha edhe futa në xhep për mos më pa paramilitarët. Po du më ta dhon ty, tha se është i Samiut. Tha unë e mojta më sheft një 2-3 javë, një muj dit, nuk e tregova zinxhirin. Tha po për çdo natë posha atë që po më vrasin bashkë me Samiun plumbat. Edhe ju tregova prindve. Tha po një sen nuk e kum tregu as motrës, as motrave, as vllaut që 25 vite, as nipave që ata të vramit kanë lanë 12. Ky vogli kishte pas një dashnore, që kjo vajza ka ditë që ka pas një dashnore, po i ka thonë, të lutem, mbyllë shtinën në varë, suku që shka Samiu që është në varë, mbyllë atë, vazhdojë të jetën, ka thonë, të dashurës së vllaut. Edhe mas 25 vite ma ka tregu, ajo plaka që ka qenë në zinxhir, kishte qenë e shpune me plumb, dhe thëtë në plak ishte era plumbi që është edhe në foto, tha ja, tha tash për ju tregoj edhe motrave, edhe vllaut, që 25 vite e majmë sheft e kish pas sikur në atë kutine e unazave tarit, që është e kish më shef edhe kish majt ton jetën për 25 vjetë e kish majt sekret, sepse i ka ardhë keq. Dëmon, çdo rrëfim i çdo familjes është një histori në veti. Edhe e mira e këtyne është se ata janë shumë falenderues që të paktën dhe thëtë ka dalë në shesh një rrëfimi tyne, nuk janë shku ata në varë kot, po dhe thëtë historia dhe të vazhdon edhe dhe thëtë ata nuk do të desin. E keqja gjitha këtyreve është edhe kërkesa aty në familjarëve e kanë brengan që 26 vite që shkoj, dhe thët ende, as për masakrën e Hallaqit, e as për masakrën e Ribarit, as një nuk është i denonsum, as një nuk është i dënum. I vetëmi një që është i dënum, është për masakrën e Slovis, fal një Hallaz Zep që ka vdek për një muaj gjys, është dëshmitare, ka qenë